dhe korrupsionin, siç ishte miratimi me 77 vota pro të 77 deputetëve surrogato të një ligji të zi që shpërbën familjen shqiptare. Miratimi i këtij ligji i imponuar nga George Soros dhe mafia ndërkombëtare është në fakt vijim i agjendës antikombëtare për shpopullimin dhe përshëndrimin e Shqipërisë në një fermë të surrogacisë. Qëllimi vetëm i këtij ligji është shpërbërja e familjes shqiptare, shkatrimi i shoqërisë dhe kombit shqiptar dhe promovimi i degenerimit, i vesit dhe i kaosit si vlera morale. Të sulmosh familjen me ligj do të thotë të sulmosh kombin, identitetin, historinë, traditat dhe kulturën. Shpërbërja e familjes nuk është moderne, por është thjesht dhe vetëm një shkatrim. Është padrejtësi dhe krim më i rënd që ky parlament ka bërë ndaj brezave të ardhshëm. Ligji i miratuar nga 77 deputetët surrogato të parlamentit zëvendëson fjalët e shenjta nën dhe baba me disa terma të ftohtë dhe të pakuptueshëm, si dhe fshin nocionet e burrit dhe gruas për t'i zvendësuar ato me konstrukte të paqarta, të shpikura sipas interesave të një pakice globaliste që kërkon të transformojë vendin ton pa pyetur për identitet, histori, kulturë dhe vlera dhe pa pyetur as për ata që besojnë në Zot. Barazia gjinore apo liria nuk do të thotë të zhdukësh me ligj dinjitetin e nënës dhe të babait dhe të njohësh natyrën e burrit dhe gruas. Sepse ne besojmë se fuqia e vërtet e një kombi vjen pikërisht nga mbrojtja e vlerave të përjetshme dhe se familja është themeli i parë ku lind dhe ku qëndron forca e një kombi. Dy janë gjërat që ky ligj në fakt nuk mund t'i bëj dot edhe pse i pretendon. Së pari që një burr nuk mund të jetë kur një grua. Dhe se një burr nuk mund të lind kur një fëmijë. Ndaj ne e kundërshtojmë me forcë këtë ligj që kërkon të denatyrojë jo vetëm familjen, por edhe shoqërinë dhe kombin shqiptar.